Nxënësit e shkollës së mesme Osokuka kanë prezantuar një projekt në Muzeun e Vendit Dëshmisë dhe Kujtesës, ku kanë trajtuar Shkodrën gjatë regjimit komunist. Sot trajtojmë Shkodrën komuniste. Ka shumë rëndësi që brezat e ri të flasin për të shkuarën, për të arritur një të ardhme sa më të mirë. Sot trajtojmë copsa të vogla të Shkodrës në komuniste, sepse Shkodra që është djep i kulturës ka nevojë për mjaft ditë dhe kohë për të folur. Patjetër që do të ishte ky vend që është dhe ish burgu i Shkodrës gjatë periudhës së komunizmit. Patjetër ne do trajtojmë ideologjinë komuniste, si ndikoi ajo në pazarin e Shkodrës, në kultet fetare siç është xhamia e Plumbit apo kisha e Malle që u kthye në pallat sporti. Kemi pazarin e Shkodrës, lëvizjet antikomuniste dhe gratë e dënuara gjatë këtij regjimi. Drejtori i muzeut Pierre Mirdita thekson se këto nisma i shërbejnë të rinjve për të njohur me të shkuarën e errët të vendit tonë gjatë regjimit totalitar. Aktivitetet të tilla janë aktivitetet që i shërbejnë, duhet thonë, komunitetit, i shërbejnë qytetit Shkodrës dhe patjetër që i shërbejnë edhe institucionit. Qëllimi i një muzeu nuk është vetëm ruajtja apo mirëmbajtja apo ekspozimi, le të themi, objekteve. Qëllimi i muzeut është të jetë sa më gjithëpërfshirës, të angazhojë sa më shumë kryesisht të rinjt, duke pas parasysh se ne si institucion trajtojmë një periudhë historike që ka një, le të themi, një interes të jashtëzakonshëm tek të huajt, por atë interes që kanë të huajt të dinë për historinë e vendit tonë gjatë periudhës komuniste, ne duhet ta ngulisim, pra ta transmetojmë edhe tek brezi i ri. Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës shpeshherë është bërë pjesë e takimeve të shkollave të qytetit, ku janë zhvilluar aktivitete të ndryshme që lidhen me vuajtje dhe përsekutimit e popullit shqiptar gjatë viteve të komunizmit.